Përshëndetje, ku jemi këtu me bashkimin e datës 20, data 20 shkurt 2026. Çfarë na sjell kjo datë dhe arsyeja, ku janë planetet dhe çfarë ata ndikojnë tek neve? Ndikojnë, nuk ndryhyjnë. Ta kuptojmë një herë mirë këtë gjë. Kemi datën 20 ku Saturni formon një kënd me Neptunin në dash. Ky është një kënd veçanërisht i fuqishëm, veçanërisht në ato që ndodh në nivel geopolitik. Herën e fundit që dy planetet formuan një lidhje të tillë në shenjë tjetër, në shenjën e Britsjapit, dhe kjo është shoqëruar me rënjen e murit të Berlinit dhe shpërbërjen e Bashkimit Sovjetik. Zakonisht është një kënd veçanërisht aktiv në zhvillime geopolitike. Kjo lidhje shënon një moment kur besimet, idealet tona tronditen dhe ne duhet të rindërtojmë besimin ton. Nga njëra anë, Neptuni ëndrrimtar, por shpesh utopik, dhe nga ana tjetër Saturni realist. Sigurisht është një aspekt i shkëlqyer, nëse duam që një ide ose një frymëzim, Neptuni të realizohet dhe Saturni të ndikojë. Në ndikimin më të madh, sepse është koha, është periudha dhe vendimet që neve marrim. Vini re, çfarë po ndodh në rang botror, në lidhje me shtetet më të fuqishme të botës, nga koha që unë po them. Pra, nga mos ndikohen këto planete, nga mos të besosh astrologjisë, shkencës ndërshekuj në 300 vitet të shkuara. E kështu me radhë, do flasim një moment tjetër për këto. Gjithsesi, juve dini se çfarë ndodh. Ajo çka do të përfitojnë dhe do të ndikojnë shumë tek shenja Dashi, Gaforia, Peshorja, Britsjapi, në 10 ditë të parë ose ato që kanë ascendente në këto planete. Pra, është një mundësi, një kohë që duhet të rindërtojmë jetët tona. Duhet të shikojmë çfarë ne duhet bëjmë. Ku do të pozicionohemi, sepse është në rang global. Por e kemi thënë, Shqipëria, vendi ynë, nuk ndikohet, por shoqërohet, por kuptohet. Dhe nuk e them unë që është kërthizë e botës, nuk dua ta them unë që jemi mesi i tepsisë, por energjia që përçon Shqipëria. Energjia, do flasim një moment vetëm për Shqipërinë. Çfarë ndodh dhe ku janë planetet të sigurta, të flasim astrologji të